Nëse ka mundësi, vetëm të kjo pjesa fundit, dhe ishta me thonë që o shumë e rëndësishme kur flasim për bashkëpunimin dhe mes dy këshillave. E kom thonë dikon në një konferencë tjetër, pse është i rëndësishëm bashkëpunimi me po se pse të njëjtit prokuror të akuzat e profilit lartë, sidomos të korrupsionit, pse po arrin për gjitha vepra tjera penale, po arrin me kalu gjitha filtrat e gjykatës, kurse kur vjen puna te veprat penale kundër korrupsionit, ato sikur çalojnë, domethënë ka një farë disbalancë shumë madh mes te kalueshmëria e këtij akuzave. Prandaj ajo që shtohet si pyetje është a është problemi tek cilësia e këtij akuzave apo tek niveli i gjykatës. Do thotë është mirë që në këto diskutime të ketë një bashkërendim shumë madh të institucioneve, sidomos të dy këshilla për të po se ku vërtet ku çalojmë, a çalojmë te ekspertiza e prokurorëve apo po te vlerësimi i gjyqtarëve. Unë kisha thonë të kundërtën për shkak se nëse ka bashkëpunim mes këshillave në çështjet e këtij akuzave, kemi nevojë edhe në avokat më kanë aty me bashkëpunone. Besoj që duhet me qenë një mur i ndarës në mes të prokurorëve dhe gjyqtarëve, duhet secili me rregullu çështjen e pjesës vet, për këshilli prokural duhet jashtëzakonisht me investu në prokuror, kemi prokuror shumë mirë, po kemi një pjesë të prokurorëve që është fatkeqësi që janë në sistemin gjyqësor sot. Kemi akta akuza që nëse i shihni nuk duhet me kalu, e fatkeqësisht e kalojnë kanë herë filtrën e gjykatës. Kështu që duhemi sa më shumë me intervenu edhe përmes Akademisë së Drejtësisë në arsimimin e vazhdueshëm ligjor të prokurorëve me qëllim të ngritjes së kapacitetit. Ta marrim një përgjigje të shkurtër se kemi kalu kohën, zoti Tahiri, pse ndodh kjo që në rastet e korrupsionit po dështojnë, ndërsa rastet e tjera jo. E thash edhe më herët që cilësia e vendimeve do thotë gjyqësore ka nevojë do thotë edhe sistemi gjyqësor dhe gjykatat vazhdimisht të ngritin cilësinë si në aspektin cilësor dhe në atë ekspertizës profesionale, do thotë gjyqtarët të kenë gjyqtarë të përgatitur në aspektin profesional. Për t'i dhënë, do thotë, përgjigje këtyre çështjeve që u ngritën, unë mendoj se vlerësimin më të mirë, do thotë, për punën e një gjyqtari, do thotë, e ka vlerësimi i performancës, i cili ka, do thotë, mandatin dhe autorizimet për ta vlerësuar një gjyqtar në aspektin profesional të integritetit dhe kompetencës të profesionale. Mendoj që me forcimin e këtyre mekanizmave do të forcohet edhe aspekti profesional, cilësor i gjyqtarëve dhe çështjeve që u diskutuan edhe nga përfaqësuesi i gjyqësor, po edhe nga avokatët.